Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Pluto Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Opozita zhvilloi një protestë kombëtare përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Opozita paralajmëroi se protesta do të jenë të qëndrueshme dhe pjesë e një serie aksionesh politike deri në largimin e qeverisë dhe të kryeministrit. Ndërkohë, forca të shumta policore ishin dislokuar në zonë të pajisura me skafandra dhe maska kundra gaz, duke rrethuar të gjithë perimetrin e kryeministrisë dhe rrugët përreth. Demokratët pretendojnë manipulimin e votave në zgjedhjet e 11 majit dhe kërkojnë rrëzimin e qeverisë aktuale. Policia ka angazhuar 1350 efektiv dhe ka siguruar godinën e kryeministrisë për të parandaluar trazirat. Opozita zbriti të shtunën në një protestë kombëtare përpara kryeministrisë në kërkim të largimit të kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres, njëherëzi ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Protesta vjen pas zhvillimeve të fundit në dosjen ndaj Ballukut, e cila është marrë e pandehur nga SPAK-u për korrupsion dhe abuzim me tenderat. Gjykata e posaçme vendosi pezullimin e saj nga detyra, por gjykata kushtetuese e riktheu përkohësisht në funksion, deri në shqyrtimin në themel të ankimit të bërë nga kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, SPAK-u ka kërkuar edhe heqjen e imunitetit me qëllim arrestimin e Ballukut, por shumica socialiste ka shtyrë vendimarrjen e Këshillit Mandateve për në datën 28 janar. Opozita paralajmëron se protestat para kryeministrisë do të jenë të qëndrueshme dhe pjesë e një aksioni të vazhdueshëm politik deri në largimin e qeverisë aktuale. Më herët, përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i u drejtua qytetarëve, duke e cilësuar protestën si një akt gjykimi politik ndaj kryeministrit. Sot është dita e guximit qytetar, dita kur populli opozitar i bën gjyqin Kryajdutit kryeministrit të lidhur me bandit, trafikant dhe vrasës. Është dita e ngadhënimit mbi të keqen që ka mbërthyer Shqipërinë. Ne jemi këtu për ndërgjegjën tonë kombëtare si shqiptar, sepse nuk duam e nuk pranojmë më kurrë që Shqipëria të vjedhiset në honet e historisë, drejt shkretimit nga banorët e saj. Ne jemi këtu si ndërgjegje dhe ditet njerëzor, se nuk mund pranojmë kurrë që për karrigën e krimit të Edi Ramës, zgjedhjet tona të shtrohen në opozitë. Ne jemi këtu se nuk mund pranojmë kurrë që pasuritë publike, taksat e shqiptarëve, të plaçkiten nga një grup qeveritarësh. Ne jemi këtu si ndërgjegje qytetare, si ndërgjegje njerëzore, se s'mund të pranojmë kurrë presion të tmerrshëm kundër familjes shqiptare. Ne jemi këtu si qytetarë të denjtë të këtij vendi, se nuk mund të pranojmë kurrë të emër të zi që Edi Rama i ka dhënë Shqipërisë si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, sonte është thirrja e madhe, çdo rajon të bashkohemi për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dignitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e të rive shqiptarë në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Protesta e thirrur nga opozita këtë të shtunë para kryeministrisë u shoqërua me një moment simbolik ku protestuesit ndezën blicat e telefonave duke ndriçuar sheshin me qindra drita. Aksioni u shoqërua me thirrje dhe slogane kundër qeverisë. Opozita ka paralajmëruar se protestat para kryeministrisë do të jenë të qëndrueshme dhe pjesë e një aksioni të vazhdueshëm politik deri në largimin e qeverisë aktuale. Në fjalën e tij para mbështetësve, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi rrugtimin e opozitës si një maraton të vështirë, të shoqëruar. Në orët e para të mëngjesit, 150 dënuar nga burgu i Fushkrujes janë transferuar në burgje të ndryshme në vend. Shumica e tyre janë dënuar për krime të thjeshta pa rrezikshmëri të lartë. Operacioni u zhvillua në 340 punonjës policie dhe 48 automjete për ruajtjen dhe shoqërimin e të burgosurve. Një operacion i madh u zhvillua sot në mëngjes duke përfshirë transferimin e 150 dënuarve nga burgu i Fushkrujes e institucionet e tjera penitenciare të vendit. Sipas informacionit zyrtar, 85 burgosur të dënuar në IEVP-n Peqin dhe 57 të tjerë në IEVP-n Durrës. Masat e sigurisë për këtë transferim ishin të plota. Forcat operacionale në drejtimin e specialistëve përkatës përdorën mbi 48 automjete dhe angazhuan 340 punonjës policie për shoqërimin dhe ruajtjen e të burgosurve gjatë gjithë procesit. Autoritetet
Autoritetet bëjnë të ditur se ndër të transferuarit nuk ka persona me rrezikshmëri të lartë, duke theksuar se shumica e dënuar për shkelje të thjeshta ose vepra banale. Ky transferim bëhet pjesë e planit të rikonstruksionit të godinës së burgut të fushkrujes, ndërsa autoritetet premtojnë se çdo procedurë zhvilluar në mënyrë të kontrolluar dhe pa incidente. Operacioni i sotëm synon jo vetëm përmirësimin e kushteve të burgut, por edhe menaxhimin më efikas të kapacitetit të institucioneve penitenciare në vend. Një punonjës i policisë së burgjeve në Elbasan u arrestua pasi akuzohet se fuste lëndë narkotike brenda institucionit dhe u ashiste të dënuarve. Në pranga përfundoi edhe një familjare të paraburgosurit dhe veti paraburgosuri që shpërndante drogën. Hetimet zbuluan një skem të mirë organizuar që funksiononte kryesisht gjatë turneve të natës dhe fundjavave. Një punonjës i policisë së burgjeve është arrestuar me kërkesë të prokurorisë së Elbasanit pasi akuzohet se fuste lëndë narkotike dhe sende të ndaluara brenda institucionit të vuajtjes së dënimit dhe u ashqiste të dënuarve. Në pranga përfundoi efektivi Ndriçim Kroi, i cili shërbente në regjimin e brendshëm të IEVP-s Elbasan. Sipas hetimeve, Kroi gjatë orëve jashtë shërbimit merrte porosi nga të afërmtë të paraburgosëve në pikën ku ushtronte aktivitet si shitës ambulanti telefonave të përdorur dhe sendeve me vlerë. Më pas ai fuste këto sende me lëndë narkotike brenda ambientit të burgut, duke shfrytzuar turnin e tretë dhe ditët e fundjavës kur mungonte personeli administrativ. Në kuadër të operacionit u arrestua edhe Esmeralda Komiçi, e dashura e të paraburgosurit Kiralt Stamolla. Ajo dyshohet se paguante nga 100 deri në 200.000 lekë të vjetra për çdo rast për futjen e drogës në burg, e cila më pas i dorëzoi Stamollës. Ky i fundit e shpërndante lëndë narkotike tek të dënuarit e tjerë. Hetimet u kryen me metoda proaktive, përfshirë përgjigje telefonike dhe ambientale, si dhe vëzhgime të kamufluara nga hetuesit. Ndaj tretë arrestuarve rëndojnë akuzat për prodhim dhe shitje të narkotikëve si dhe futja e sendeve të ndaluara në institucione penitenciare. Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në fuqi masat e sigurisë arrest me burg për 8 persona të dyshuar si pjesë e grupit të Raja. Mes tyre është edhe Recep Raja, djali i ish-deputetit Partisë Socialiste Raman Raja. Të arrestuarit akuzohen nga SPAK për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe grup të strukturuar kriminal. Gjykata e apelit posaçëm ka vendosur të lërë fuqi masën e sigurisë arrest me burg për 8 persona të arrestuar si pjesë të ashtuajturit grupi Raja. Mes të arrestuarve është dhe Recep Raja, djali i ish-deputetit të Partisë Socialiste Raman Raja. Të arrestuarit e tjerë Islam Sefa, Jani Çavo, Aldo Gjini, Marvin Bushati, Përparim Raja, Gazmir Raja, Recep Raja dhe Zamir Aliej u arrestuan me kërkesë të SPAK në dhjetor të vitit 2025. Hetimet ndaj tyre u ndërtuan kryesisht mbi përgjimet e zbardhura nga aplikacionet e koduara Sky ECC. Sipas prokurorisë së posaçme, ekzistojnë provat mjaftueshme që ngrenë dyshime se grupi është përfshirë në trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Malit të Zi, me destinacion final Gjermaninë si dhe drejt Turqisë. Po ashtu, hetimet flasin edhe për trafik nga vend të Amerikës së Jugut drejt Bashkimit Evropian. SPAK thotë se aktiviteti kriminal është zhvilluar gjatë viteve 2020-2021, fillimisht në Mal të Zi u sekuestrua 1 tonë e 722 kg marijuanë, ndërsa pak ditë më vonë në Holand u kap një ngarkesë për 475 kg kokainë e ardhur nga Ekuadori. Episodi i tretë lidhet me sekuestrimin e 236 kg marijuanë në vitin 2021 që po transportoheshin drejt Turqisë. Hetimet u zhvilluan në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Ndaj të dyshuarve rëndojnë akuza në grup të strukturuar kriminal dhe trafik të lëndëve narkotike. Në total, gjatë operacionit u lëshuan 14 masa sigurie, por vetëm 10 prej tyre u ekzekutuan. Një rast i organizimit të lojrave të fatit dhe shitjes së lëndëve narkotike është goditur në qarkun e Korçës. Një 57 vjeçar ka përfunduar në pranga, ndërsa janë proceduar penalisht një punonjës policie dhe 17 persona të tjerë. Gjatë operacionit janë sekuestruar doza kokaine, para dhe sende që shërbejnë për aktivitetin e palishëm. Një operacion policor i zhvilluar në territorin e qarkut Korç ka çuar në goditje një rasti të organizimit të lojrave të fatit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Si rezultat i këtij aksioni, në pranga ka përfunduar 57 vjeçari Ardian Ropi, pronari i lokalit ku zhvilloi aktiviteti i palishëm. Sipas hetimeve, 17 persona të tjerë janë proceduar penalisht për vepra penale të moskallëzimit të krimit dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë, gjatë operacionit është konstatuar dhe prania e një punonjësi policie të pikës kufitarit Kapshticës, i cili ndodhej
ndodhej në ambientet e lokalit në momentin e ndërhyrjes. Hetimet kanë zbuluar se efektivi kishte dieni për vendosjen e bazave sportive dhe shitjen e lëndëve narkotike në këtë ambient, por nuk ishte njoftuar autoritetet kompetente. Për këtë arsye, ndaj tij ka nisur procedimi penal për shpërdorim detyre nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Gjatë kontrollit në lokal, policia ka sekuestruar 14 doza me kokainë, një shumë parash në lek, euro, pound dhe lira turke, një automjet, 8 aparate celulare dhe letra bixhozi dhe çipsa që përdoreshin për organizimin e lojrave të fatit. Po ashtu nga kqyrja e celularëve të 57 vjeçarit janë gjetur faqe aktive për baste sportive. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit palishëm dhe identifikimin e personave të tjerë. Policia e Tiranës ka ndaluar 4 persona të dyshuar për disa vjedhje në kryeqytet, mes tyre dhe një shtetas gjeorgjian. Një prej tyre dyshohet se me 14 dhjetor bashkë me 2 persona të tjerë ushtruan dhunë ndaj shitësit të një biznesi për të grabitur para. Një tjetër 33 vjeçar është shpadur në kërkim për dhunë ndaj vëllait të tij. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 4 persona, të cilët dyshohen se janë autor të disa vjedhjeve në kryeqytet. Mes të arrestuarve është edhe një shtetas gjeorgjian, i cili dyshohet se ka vjedhë me dhunë një tabakino. Sipas policisë, një 35 vjeçar është ndaluar pasi më 14 dhjetor të vitit të kaluar, në bashkëpunim me 2 persona të tjerë, ushtruan dhunë ndaj shitësit të një biznesi me qëllim grabitjen e një shume parash. Njëri nga bashkëpunëtorët është ndaluar, ndërsa tjetri është shpallur në kërkim. Gjithashtu, një 33 vjeçar është shpallur në kërkim pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vëllait të tij. Të arrestuarit identifikohen si Alsit Pula, Mariglend Lami, Genc Logu, Temur Patsia dhe Shkëlqim Curraj. Policia njofton se hetimet vijojnë për të zbuluar nëse të dyshuarit janë të përfshirë edhe në vjedhje të tjera të kryera në kryeqytet, ndërsa qytetarët ftohen të raportojnë çdo aktivitet të dyshimt për të ndihmuar zbardhjen e ngjarjeve. Rruga e Qukës Qafpllocë ka shfaqur sërish dëmtime serioze në lotin e dytë të saj. Në afërsi të fshatit 3B, trasesë së rrugës janë hapur çarje duke detyruar qarkullimin e mjeteve vetëm në një korsi. Autoritetet janë njoftuar për situatën ndërsa pritet ndërhyrja e autoritetit rrugor shqiptar. Problemet në aksin rrugor Qukës Qafpllocë janë rikthyer sërish, vetëm disa muaj pas inaugurimit të tij. Në disa segmente të lotit të dytë të kësaj rruge, siç dëshmohet edhe nga pamjet, është çarë trasea duke rrezikuar sigurinë e qarkullimit. Dëmtimi më i fundit është konstatuar në afërsi të fshatit 3B, ku struktura e rrugës ka pësuar çarje si në pjesën anësore ashtu edhe në atë qendrore. Si pasojë, qarkullimi i mjeteve vijon vetëm në njërin korsi, ndërsa zona është bërë problematike për drejtuesit e automjeteve. Firma kontraktore ndodhet në monitorim të vazhdueshëm të situatës, ndërkohë që autoriteti rrugor shqiptar ka njoftuar të pritet të ndërhyjë për vlerësim dhe riparimin e dëmtimeve. Kjo nuk është problematika e parë që shfaqet në këtë aks rrugor, i cili u inaugurua në shtator të vitit kaluar. Gjatë muajve të fundit, si pasojë e motit të keq, janë regjistruar rrshitje të vazhdueshme të dheut, veçanërisht në afërsi të tunelit, por edhe në segmente të tjera të rrugës. Në disa raste, rrshitjet kanë bllokuar totalisht qarkullimin, duke krijuar vështirësi serioze për përdorësit e këtij aksi. Rruga e Qafpllocë, me gjatësi prej 43 kilometrash, ka kushtuar rreth 260 milion euro dhe konsiderohet një nga investimet më të mëdha infrastrukturore të viteve të fundit, por që vijon të shfaq probleme të përsëritura strukturore. Eci me të tjera informacione. Kryeministri Albin Kurti ka reaguar pas arrestimit të mbi 100 personave në dyshim për manipulim të votave. Ai theksoi se askush në përfshirje në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve nuk do të amnistohet. Hetimet janë përshëndruar në disa komuna, ndërsa rinumërimi ka zbuluar mijëra vota të pasakta. Apeli i liderit të lëvizjeve vetëvendosje Albin Kurti erdhi një ditë pasi autoritetet ndaluan mbi 100 persona të dyshuar për përfshirjen në manipulimin e votave. Reagimi i tij përmes një postimi në Facebook pësoi edhe kritika publike për mungesë qëndrimi në javët e mëparshme, kur dyshimet për tjetërsim zgjedhor dolën në dritë. Kurti deklaroi se komisioner dhe individ të përfshirë në mënyrë klandestine në manipulime votash brenda subjekteve politike nuk do të kenë asnjë lloj amnistie. Ai theksoi se lëvizja vetëvendosje ka qenë dhe do të mbetet gardiane ruajtjes së vullnetit politik e shprehur përmes votës së lirë. Javën e kaluar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi rinumërimin e plotë të votave pas konstatimit të mospërputhjeve të votave për kandidatët dhe deputetët. Deri tani, në rreth gjysmën e qendrave të votimit janë identifikuar afro 80.000 vota të pasakta. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, hetimet po zhvillohen në Prizren, Ferizaj dhe Malishev, me Prizrenin që dyshohet si zona me nivelin më të lartë të manipulimeve. Ndërkohë, organizata Çohu thekson se shumica dërmojnë se rasteve të tilla përfundojnë me dënime të lehta, pavarësisht se ligji i cilëson vepra penale të dënueshme me burg.
Të nderuar teleshikues, ju njohim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ngrohta dhe të paqëndrueshme, duke sjellë mot të vrenjtur dhe rreshje shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira dhe rreshje shiu kryesisht në veriperëndim, ndërsa pasditja vijon me mot të vrenjtur në pjesën më të madhe të territorit dhe intervale më të pakta rreshjesh në jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten intervale të shkurtra me diell kryesisht në juglindje të vendit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 25 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 25 janar do të jetë rreth orës 6:51 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat 12 deri në 18 gradë Celsius. Korç 3 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 13 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 12 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje të her pas hershme shiu. Paraditja do të jetë me vranësira të shpeshta, ndërsa pasditja vijon me rreshje lokale shiu në disa zona të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 25 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 25 janar do të jetë rreth orës 6:49 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej 4 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë 5 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 10 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 8 gradë Celsius. Suhare 3 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.